Sot kam hartuar për ju një inventar. Pra të gjithë janë të interesuar që të regjistrojnë artikuj që blihen në varësi të aktiviteteve ku ato ushtrojnë detyrën e kontabilistit, pra të regjistrojnë hyrje, dalje dhe të merret inventari, pra gjendja e artikujve në çdo moment të caktuar. Si shikohet, unë kam përshtatur disa të dhëna që i përkasin një subjekteve ndërtuese. Ne fillimisht tek gjendja e inventareve hartojmë një listë në të cilën fusim pra artikujt që përdoren në mënyrë të vazhdueshme gjatë periudhës së ndërtimit. Siç e shikoni, me rër, zhavor, çimento, tulla, beton, hekur të gjitha dimensionet, gosht, po ashtu polisterol, edhe disa të tjera që do të shtojmë në vazhdim. Gjithashtu, kam regjistruar disa hyrje, kam regjistruar disa dalje. Dhe siç e shikoni, për shembull, tullat është gjendja 400. Tulla 12 herë 20 herë 25. Po ta shikojmë, tulla 112 kemi bler 3000, kemi bërë dalje 2600 dhe kam mbetja 400. Pra kryhet në mënyrë automatike. Atëherë po marrim një shembull të thjeshtë. Kemi bler çimento. Ne çimento këtu nuk kemi. Kemi bler çimento. Atëherë zgjedhim çimenton. Sasia e bler është 20 kuintal. Ja kushtuar me një herë 20 kuintal. E kemi bërë dalje çimenton. Atëherë zgjedhim çimenton, kemi bërë dalje 10 kuintal. Mbeten 10. Kemi bërë dalje përsëri 5 kuintal. Automatikisht ngelen 5. Automatikisht edhe vlera. Pra edhe vlera e inventarit pasqyrohet. Gjithashtu supozojmë që po shtojmë një artikull, katrama. Ta shikojmë me kujdes. Këtu katrama nuk ka. Po t'i hedhim me sy nuk ka. Deri te polisteroli kemi të regjistruar. Atëherë, në momentin që ne e shtojmë, automatikisht shtohet edhe tek libri i hyrjeve dhe i daljeve. E shonim katrama. Çmimi e supozojmë 1110 lekë. E shikojmë katramaja, edhe këtu është shtuar. Shtojmë gjithashtu gëlqere. Është një produkt që konsumohet në mënyrë jashtë mase në ndërtim për sullatimet, 100 lekë kilogrami. E njëherë edhe këtu është shtuar gëlqere edhe në dalje. Pra ne mjaftojmë për ta zgjedhim si artikull. Atëherë supozojmë që kemi bler katrama 100 metra. Do të shikoni që këtu me njëherë katramaja do të bëhet 100. Ja ku bën 100. Kemi bërë dalje katrama, e zgjedhim katraman këtu, jo me plotësuar me dorë, sa atëherë pritet çdo gjë, nuk e pranon domon programi katrama. Supozojmë që kemi bërë dalje 20 metra katror, ngelen 80. Kemi bler gëlqere. E zgjedhim gëlqere, kemi bler 5000 kg. Shesim, pra të bëjmë dalje gëlqere për nevojat e sullatimeve, 1000 kg, mbetja është 4000. Në këtë formë ne marrim vazhdimisht pra gjendjen e produkteve në sasi në çdo momenti të caktuar. Mjafton që ne të kemi kryer hyrje dalje deri në atë moment. Faleminderit për vëmendjen këtë, sigurisht që këtë e ofrojmë kundrejt një vlere shumë të pranueshme. Faleminderit për vëmendjen.